A është normale që disa fëmijë me fillu me fol ma vonë edhe mos me qenë autizëm? Sepse jetojna me një kohë ku fëmijët shpesh rriten me telefona, janë pranë ekranit, edhe qysh ndikon domethënë kjo negativisht në zhvillimin e tyre, si në të folën, si në zhvillimin ndoshta edhe emocional. Njerëzit secili njeri është kushtimisht ma ashtu shah në vete, secili njeri prej periudhës shtatzanis, secili fëmijë, secili organizëm i gjallë ka zhvillimin me karakteristikat e tij të veçanta, që nuk ngjan edhe me binjakun, na thojnë më ovular ka ndallime deri 20-30% është edhe më shumë shpesh herë, qoftë në potencialin me zhvillu smundje, qoftë aftësitë e tyre fizike, shkatësitë psiqike, emocionale të tjera, dhe në rastin e të folnit, gjithsesi që na nuk do të më shqetësojmë nëse një fëmijë nuk ka fillu me fol në kohë nëse në moshën që ka fillu një fëmijë tjetër, një bashkëmoshatar i saj ose i tij. Është normale që disa fëmijë nuk kurse se me krahasu, për ata thash do të me bashkëpunu me pediatrin, me psikologun e fëmijëve, me institucionet relevante që na shqetësimet tona mos t'i krijojnë, t'i kultivojnë brenda vetes ose familjes, po t'i ndajna me profesionist në mënyrë që të marrëm edhe informimin, edhe përkrahjen, edhe këshillat, edhe heqjen edhe tek e fundit edhe të vejseve ndryshme. Është normale që në fëmijë të filloj. Ka shumë prind që fillimisht ndoshta janë shqetësuar, pastaj thonë doktor edhe edhe unë nuk kam fol deri në 2 vjet ose 2 vjet e më shumë. Edhe unë jam kështu më mbyll, edhe na kem fëmijë kur fillimisht duken që kanë ashtu aspekt dyshime për spektrin e autizmit, por mas një kohë kanë një zhvillim shumë të hapshëm, një ndryshim radikal pozitiv, që ai fëmijë domosdoshmë nuk krahasohet ndoshta edhe me 2 muaj më herët.